Qeveria italiane thotë se është gati të sjellë në Shqipëri emigrantët e parë, të cilëve do t'u shqyrtohet azil kërkimi në vendin tonë. Fillimisht ata do të mbërrinë me një anije tragjet në portin e Shëngjinit e më pas do të akomodohen në Gjatër. Se çfarë është duke ndodhur sot në Shëngjin, detajet na i sjell nga atje Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndes. Nga informacionet që ke, kur pritet të mbërrinë emigrantët e parë? Doris, të gjithë janë me syt nga deti për të parë se kur do të vi tragedi i cili do të sjellë këtu në Shëngjin emigrantët e parë. Një gjë mund thuhet me siguri, numrimi mbrapsht ka nisur, por askush nuk e di saktësisht se kur do të mbërrinë emigrantët e parë. Edhe gjatë ditës së djeshme, ministri i punëve të brendshme të Italisë, kur u pyet nga mediat e vendit fqinj për datën se kur do mbërrinë emigrantët, ai tha se çështje orësh apo çështje ditësh. Pra, askush nuk e thot me saktësi se kur ata do të mbërrinë. Megjithatë, Top Channel, duke referuar burimeve diplomatike në dieni të këtij zhvillimi, ka mësuar që prej ditës së sotme Ministria e Mbrojtjes së Italisë ka dhënë urdhër rojes bregdetare për të mbledhur në det të hapur të gjithë emigrantët të cilët mbërrinë me varka apo me anije peshkimi afër Lampedusës dhe për t'i dërguar ata në një anije tragjet, bëhet fjalë për një anije ushtarake, e cila do t'i sjellë më pas këtu në Shëngjin. Megjithatë, gjatë ditës së sotme, qendra e pritjes këtu në Shëngjin është populluar nga një dyzinë gazetarësh nga mediat italiane dhe mediat europiane, të cilët kanë ardhur dhe do të qëndrojnë këtu për të raportuar mbërritjen e emigrantëve të parë. Muhamet, si është organizuar pritja e emigrantëve dhe çfarë personeli ka sjellë Italia? Sipas informacioneve deri tani me Doris, qeveria italiane ka angazhuar një personel prej 300 personash, ku bëjnë pjesë forcat të policisë, të cilët kanë marrë në ruajtje qendrën e pritjes këtu në Shëngjin dhe atë të akomodimit në Gjatër, përfshi gjykatës të çështjeve të emigracionit, punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mjek, punonjës social, që të gjithë për të menaxhuar ardhjen e emigrantëve. Ky personel prej 300 personash është akomoduar në një prej hoteleve këtu në Shëngjin. Faleminderit Muhamet.